ajo që ka deshta me ngrit si çështje, po besoj që paraqet edhe shqetësim real edhe serioz në kuptimin e mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Atje kemi pranuar një raport për cilin nuk e di pse ndoshta drejtori dashte edhe me pas një raportim sa i përket kërkesës që ne kemi bërë dhe ju keni vu kontakt me KEC-in, organet përgjegjëse për siguru energji të mjaftueshme në ditën e zgjedhjeve. Një raport të cilën ju na keni dërgu për mua shumë shqetësues për faktin se ka paralajmërime që dikun në 888 qendra votimi mund të mos ketë energji elektrike. Kjo s'do të thotë që ndoshta tër ditën, por në këto qendra, në bazë të informatave dhe raportit që posedojmë, dhe për me keq, 666 prej tyne paraqesin rrezikshmëri të lartë, do të thotë që potencialisht nuk do të ketë energji elektrike. Kjo paraqet shqetësim të madh për faktin se nuk e di, tashmë arsohet herët dhe nuk e di se si do zhvillohet procesi në qendrat votimit ku nuk ka energji, ku nga këto 888 491 prej tyne nuk posedojnë gjenerator, të cilët do të siguronin dritat mjaftueshme për mbarvajtjen e këtij procesi. Këto shifra për mua janë shumë alarmante dhe bëj thirrje institucionet përgjegjëse që të marrin masat, ndoshta edhe në komunikim të ngushtë edhe me kryetarët të komunave, pse jo, apo ku ta diunë se cilat do të jetë rruga që ata do ta ndjekin, në mënyrë që ajo dita e diel pra të ketë drita, të ketë energji për të zhvilluar një proces i cili në rastin konkret për cilin po flasëm ose në mungesë të energjisë elektrike mund të vë në pikpyetje mbarvajtjen e procesit, pastaj dyshimet dhe deri tek cënimi dhe integritetit procesit dhe rezultatit zgjedhor. Prandaj shpresoj shumë, zoti kryetar, natyrisht se si kryesuesi i këtij institucioni të vëni kontakte edhe me institucione tjera, në mënyrë që të paktën këto qendra ose këto të cilat janë pa generator të sigurohen dhe në mënyrë që të ketë mbarvajtje të mirë procesit zgjedhor atë. Unë paraqita këto në bazë se prita që mos paraporton drejtori, apo se ndoshta e keni lënë për një ditë tjetër, po e pas që shqetësimi jashtëzakonisht madh këto shifra dhe këto raporte që kanë dalë nga komunikimi juaj me KEC-in. Faleminderit. Po filloj me shqetësimet ose çështjet që ngrit prej Arianitit, sa i përket fletvotimeve se që deni kanë elemente të shumta të sigurisë, po identifikimi i fletvotimeve në për secilin fletvotim do të bëhet përmes vulës këshillit të vendvotimit. Po secili vendvotim do ta ketë vulën me kodin e vendvotimit, i cili në rast të shfrytëzimit të drejtës së votës ose të përdorjes së fletvotimeve, kjo vulë vendoset se cilit fletvotim. Sa i përket pajisjeve të teknologjisë informatike, këtë rast të televizioneve që i kemi deri dje në mbrëmje, do të na kanë paraqit 11 raste që janë televizione me defekte, të cilët na do të zëvendësojmë me televizionet që i kemi në dispozicion në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Te rasti i kivot, unë e jepa shifrën për ata që janë trajnu, po ky numër i stafit është plotësu gjatë periudhës së aplikimit. Ideja është që pjesa tjetër e mbetur për trajnim do të zhvillohet sot trajnimi. Do të thotë është 846, unë e jepa si shifër që janë trajnu si operator, po numri është i plotësuar, kështu që në secilin qendër votimi do të ketë staf për raportim të rezultateve preliminare nga vendvotimet. Lidhur me energjinë elektrike, po ne kemi marrë një raport prej KEC-it dhe në momentin e marrjes së këtij raporti unë e kam dalë me ju, do të thonë me KQZ. Sot e kemi pasur takim edhe me Kostin, i cili është përgjegjës për transmisionin, do të thotë të energjisë elektrike.
pikat më problematike në teritorin e Republikës Kosovës janë Rahoveci, e cila është përndan energjinë edhe për komunën e Malishevës, do të thotë janë 2 komuna që janë shumë problematike, edhe është Prizreni 1, që është zona, që është qendra e Prizrenit, ku transmisioni që furnizon Prizreni 1 e furnizon edhe komplet komunën e Dragashit. Këto janë 2 problemet shqetësimet më të mëdha të kostit sa i përket transmisionit. Në anën tjetër, Keci në ditën e zgjedhjeve ka me operu dikun me rreth 1500 zyrtarë që i kam i pas në teren, që i bie që në secilin qendër votimi do të ketë, secila qendër votimi do të jetë mbulume me një zyrtar të Kecit, që do të jenë në funksion të procesit zgjedhor. Dhe këto është po ashtu në takimin e sot na u bë me dije që kosti bashkë me Kecin e ka një plan të veprimit për ditën e zgjedhjeve, edhe kështu që ata të 2 institucione bashkarisht do të marrin masa që me evitu problemet e mundshme që mund të shfaqen gjatë ditës së zgjedhjeve. Keci mundet me varësisht dhe vlerësimit të Kecit, Keci ka me pas shkyqje të energjisë elektrike në bazë të paralajmërimeve të ngarkesave që mund të shfaqen, të cilat i paralajmëron kosti, po Keci merr veprime për shkyqje të energjisë elektrike që varësisht teknikës që është e planifikume, po shpresojmë që nuk ka me pas ndërprerje të energjisë elektrike në qendrat të votimit në ditën e zgjedhjeve. Po është vlerësimi ty, është vlerësimi rrjetit që ata e bojnë, po ka me pas ekipe në teren për këtë çështje, ty përfshi edhe kostit edhe Kecit. Po gjendja rreziku është vlerësimi i rrezikut është objektiv, sepse ata e kanë vlerësuar do të thotë edhe rrjetin e shpërndarjes, edhe i kanë identifikuar qendrat e votimit që janë problematike, po do të shohim tash se kjo varet edhe prej pikut të konsumit në ditën e zgjedhjeve. Nëse konsumi është shumë i madh, atëherë edhe problemet mundin me qenë të mëdha. Në anën tjetër, kosti dhe Keci është duke bërë apel që të kursimet e energjisë elektrike në ditën e zgjedhjeve, sipas informatave që i morëm sot, piku i konsumit çdo ditë që matet prej anës së kostit është më rrinë nivelin më të lartë deri në ora 7, eventualisht në ora 20 në mramje. Pastaj prej orës 20 piku i konsumit fillon duke rënë, po këto janë statistikat të cilat i kanë nxjerrë në koste edhe Keci, po që ata janë angazhuar që në ditën e zgjedhjeve të kenë ekipe të shumta në terren për me mujt me kontrollu dhe me ofru energji elektrike për gjitha qendrat e votimit. Mbetet tash edhe në përgjegjësinë e tyne për me siguru energji elektrike në këto qendra të votimit. Ajo që është e vërteta është që pjesa pothuajse gjysma qendrave të votimit nuk kanë energji alternative, dhe bërime alternative të energjisë elektrike. Pjesa tjetër edhe nëse kanë generator, ata generatori janë vetëm për që ofron ngrojen, por jo edhe ndryshimin. Kjo është aspekti logjistik i shkollave ose objekteve qendrave të votimit që në most madhe janë shkolla fillore dhe të mesme, të cilët na e kemi marrë si të dhëna dhe kemi shpërndarë me Kecin dhe Kostin. Kjo është do me thonë që sa i përket takimeve që i kemi pas me Kostin edhe 2 takimeve që i kemi pas me Kecin edhe në bazë të rezultateve që ata i kanë nxjerrë mbi bazën e donave që ne kemi ofruar, është kjo gjendje, po duhet ta shohim në ditën e zgjedhjeve çka do ndodh. Po ata janë në gjendje gatishmërie për me evitu këto probleme. Po flas në versionin kur ka rrymë s'ka probleme, e ka shkollat komunave pa dallim, që ja s'ka rrymë koridori, ja nuk ka poq elektrik sala ose dhoma ku organizohet të procesi votimit, andaj si sekretariat, po edhe antarët të lëbojnë të secili tek partitë të kryetarët e komunave përkatëse që le t'inrojnë ata poqa elektrik, qoftë mrena klasve, qoftë edhe në koridore, le t'i rregullojnë punë që i kanë, përsipër se janë objekte që janë shfrytëzim realisht. Dhe kemi pas raste në secilin proces zgjedhor ku nuk ka pas, jo s'ka punu themi furnizuesi me rrymë ose nuk ka punu poqë elektrik
ka qenë jo funksional qoftë në korridor apo në klasë që organizohen si vend votimi, andaj unë inkurajoj edhe kolegë këtu, po edhe kryetarët e komunave që ata si inkurajoj, por ju bëj thirrje që t'i zbatojnë obligimet ligjore që lidhen me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, po ato janë edhe obligime ligjore edhe në fushën e obligimeve që i kanë në sferën e organizimit të mësimit të parauniversitar në këtë rast, që t'i kryjmë të obligime dhe që ditën e zgjedhjeve t'i kemi të gatshme këto shkolla për mbarvajtjet procesit, gjithashtu, fatkeqësisht, ende ka shkolla, dhe mendoj që ka ardhur një kohë që si më thonë, ta vendosim një listë edhe të këtyre shkollave dhe të kryetarëve të komunave që sa kohë radhazi, shkollave nuk u kanë siguru atë pjerrinën ku rastet me personat me nevojat veçanta ose atë si të kufizume nuk kanë mundësi me u kyç direkt në shkollë, sepse ju mungojnë edhe pjerrinat. Pra janë një set i problemeve që në vazhdimsi na përcjellin neve, po për cilat KQZ-ja nuk është përgjegjëse fare, po përgjegjësia kryesore në shumicën e këtyre rasteve, hiç veç furnizimin me rrymë i bie 100% komunave, pra niveleve komunale, kryetarëve të komunave edhe autoriteteve lokale në përgjithësi. Andaj ftoj ato që t'i kryjnë këto përgjegjësi që i kanë, një përgjegjësi ligjore, po i ftoj edhe krejt përfaqësues të partive politike që i kanë kryetarë të caktuar në këto komuna, që në farë mënyrë ta luajnë rolin e tyre që të sigurohen që ata këto 2-3 ditë para zgjedhjeve t'i kryjnë këto pak obligime që janë të karakterit themi teknik. Ti ndrojnë që po që ti në rejqin furnizues me energji elektrike, që kemi pas raste që prej koridoreve nashta zgjatim të kablave deri në 20-30 metra për me mujt me siguru funksionalizimin e kamerës në qendra caktuara të votimit apo në vend votime. Faleminderit.